Është mbyllur zyrtarisht procesi i maturës shtetërore në qarkun e Shkodrës. Drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Brisela Kadia tregon se provimet janë zhvilluar në mënyrë të rregullt, duke përmbushur standardet e kërkuara dhe pa problematika gjatë administrimit. Matura shtetërore po mbyllet në të gjitha fazat e saj. Sigurisht janë mbyllur provimet dhe korrigjimi, tashmë po vijon ankimimi i maturantëve të rishqyrtohet dhe sigurisht do përmbyllet komplet matura shtetërore. Ajo që mund të them është që ka qenë një proces shumë i rregullt brenda atyre standardeve që ne kemi synuar të arrijmë dhe gjitha kjo në fakt është merit e angazhimit serioz të gjithë mësuesve të shkollave, qoftë në përgatitjen e maturantëve për ditët e provimit. Jemi në ato pritshmëri që kemi patur, nuk kemi luhatje të notës mesatare të dalë gjatë vitit të maturës shtetërore me notën përfundimtare të provimit në lëndët përkatëse të maturës shtetërore. Përgjithsisht kemi një kalueshmëri 98% në të gjitha institucionet arsimore që janë nënshtruar provimit të maturës shtetërore. Këtë vit është shënuar një rritje e lehtë e notës mesatare me 0,05%, ndërsa janë regjistruar edhe një numër nxënësish me notën maksimale 10. Kemi patur një rritje diku te maksimumi 0,05 pikë nga nota mesatare e vjetore në notën e maturës. Në gjuhën e huaj janë marrë 237 dhjeta dhe kemi 6,10. Në gjuhën shqipe kemi 79 dhjeta dhe 6,10. Në matematik kemi 124 dhjeta dhe 13 nota 10,00 dhe në lëndën me zgjedhje kemi 242 dhjeta dhe 26 nota 10,00. Deri më tani janë 15 maturant pretendent për medaljen e artë, ndërsa Kadia thekson se këtë vit është zgjeruar edhe harta e shkollave që kanë nxënës me rezultate të tilla. Deri në këtë momente ne kemi 13 maturant që janë pretendent për medalje të artë. Kemi një pritshmëri nëse gjatë procesit të rivlerësimit të testit të maturës shtetërore mund të ndryshojë rezultati. Ajo që mund të themi për këtë vit është fakti që është shtrirë harta e shkollave që kanë maturant me 10,00, pra që kanë maturant pretendent me medalje të artë. Rezultatet e këtij viti, sipas drejtuesve të arsimit, konfirmojnë një ecuri pozitive të maturantëve në qarkun e Shkodrës.